të ftojmë në stenë aktivistën tonë të shkëlqyer që drejton pikën tonë këtu, në Gjenevë, zonjën Ylka Kurteshi. Mirëmbrëma Ylka. Tani më ky tubini i madh i përbashkët të shqiptarëve në Zvicër është bërë traditëvece. A na thosh pak diçka rreth punës dhe mbështetjes që vjen prej jush? Po, që tani, faleminderit shumë Vlora. Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar, mirë se na keni ardhur. Të nderuar përfaqësues televizijës Vendvendosja nga Kosova, të nderuar mysafir nga qendra e Gjermanisë, të nderuar kryetar të pikave këtu në Zvicër, aktiviste e aktivistë palodhur cep me cep Zvicrës dhe i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, mirë se na keni ardhur. Sonte, duke qëndruar këtu përballë jush në Zyri, si një vajzë shqiptare e lindur dhe e rritur në Zvicër, e ndjej një krenari të madhe, sepse jam pjesë e një gjenerate që është lindur larg Kosovës, por që kur nuk është larguar nga zemra e saj. Në dhjetor të vitit 2025, populli foli qartë, ja dha fitoren lëvizjes Vendvendosje me 51.1% të votës. Ishte një mesazh i fortë kundër politikës vjetër, kundër korrupsionit dhe kundër gjithë atyre që për vite trajtuan shtetin si pronë private. Partitë opozitare që ka Kosova nuk din çfarë është politika e djathtë apo politika e majtë. Ata krejt që ka njohin është interesin personal, politikën e karrikës dhe politikën e pazareve. Dhe pikrisht kjo opozitë mendon se duke vepruar kështu, forca e popullit do të dobësohet. Ata mendojnë madje që ne do të lodhemi, por është e kundërta, na vetëm po rritemi nga 51 në 61%. Po rritemi sepse qytetarët po e shohin dallimin mes atyre që punojnë për shtetin dhe atyre që punojnë vetëm për interesa personale. E sonte, dua të flas për fuqinë më të madhe që kemi këtu në Mërgat. E kemi bashkimin e dy gjeneratave. Është gjenerata e prindve tanë, të cilët sakrifikuan gjithçka. Ata erdhën këtu me shumë pak, punuan shumë, nuk e kanë harruar Kosovën kurrë, e ruajtën gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë shqiptar. Dhe pastaj jemi ne, gjenerata e re, dhe ne kemi një mision tjetër, ta çojmë Kosovën përpara. Kur bashkohet sakrifica e prindve tonë, me energjinë, dijen dhe guximin e gjeneratës sonë, aty krijohet një forcë që kërkush s'mund ta ndalë. Dhe kjo forcë jemi ne të dashur bashkëdhetar, të gjithë ne, anë mban Zvicrës, të rinj, prindër, familje, student e gjithë diaspora shqiptare. Prandaj, të dashur bashkëdhetar, me 7 qershor 2006, mos heshtni, mos rrini anash, me 7 qershor, le të votojmë numrin 116. Numri 116 është i lëvizjes Vendvendosje, është numri i fitores si dielli, sepse populli po zgjedh dritën, sepse çdo vot është një zë për një Kosovë që duam, për një Kosovë me dinitet, një Kosovë me drejtësi dhe një Kosovë me një të ardhme më të ndryshme. Andaj,
Këtu dua ta përfundoj fjalimin duke ju thënë se në filmin Nëntori 2, një ndër fjalit e para të filmit është çështja e Shqipërisë është siguruar. Dhe unë sonte këtu, në mes të Cyriut, në praninë e të gjithë juve, dua t'i them kryeministrit ton se çështja e Kosovës është siguruar. Rrofshin bashkëdhëtarët dhe rroft Republika e Kosovës me kryeministrin më të mirë ndonjëherë, kryeministrin Albin Kurti. Faleminderit. Faleminderit shumë ju.